Në këtë edicion do të ndiqni. Mbahet takimi mes ministrit Murati dhe sindikatës së sektorit privat, kërkohet rritje minimale e pagës. Vandalizohen disa varresa në fshatin Osekpash. Center Mall me plot aktivitete për shënimin e festës së Halloweenit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Paga minimale në Kosovë mund të shënojë rritje deri në 500 euro. Kështu u bë e ditur pas takimit të ministrit në detyrë Hekuran Murati me përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve. Kryetari i sindikatës së sektorit privat Yusuf Azemi pas takimit ka thuar se ka kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro, por që nuk mori miratimin e ministrit Murati. Paga minimale në Kosovë mund të shënojë rritje deri në 500 euro, kështu u bë ditur pas takimit të ministrit në detyrë, Hekuran Murati me përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, ku është diskutuar çështja e rritjes së pagës minimale. Në këtë takim u kërkua që ky proces të shtyhet deri kur vendi të ketë një qeveri dhe kuvend funksional dhe jo të bëhet në një kohë fushate. Drejtori ekzekutiv i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Kushtrim Ahmeti, në një prononcim për media tha se përveç kërkesës për të shtyrë ky implementim, ka kërkuar edhe të funksionalizohet Këshilli Ekonomiko-Social dhe ky proces i pagës të implementohet përmes tij. Nuk jemi kundër rritjes së pagës, por momentumi dhe situata politike me cilën po përballet vendi nuk është e favorshme. Pra na i kërku ministrit Hekuran Muratit që ky proces të shtyhet derisa të kemi një qeveri fuqiplot. Dhe sa të kemi edhe një kuvend funksional. Deri atëherë, kjo e para ishte kërkesa dhe e dyta të kemi një analizë të thukë të situatës aktuale ekonomike e cilën e ka vendi, domthonë duke marrë gjithë faktorët për këtë çështje para se të dalin me propozime pastaj të gjitha palët sa i përket pagës minimale. Gjithashtu, një kërkesë eksplicite që kishte ishte që duhet të funksionalizohet në këtë rast të Këshilli Ekonomiko-Social i cili vazhdon ende të mos jetë funksional. Ndërkaq, kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Yusuf Azemi, ka kërkuar që paga minimale të jetë 600 euro, por se, siç tha, ai nuk ka marrë miratimin e Muratit. Ne si udhëheqës i sindikatës së sektorit privat të Kosovës e kemi kërkuar që kjo pagë të jetë pagë minimale 600 euro dhe të jetë vetëm për vitin 2016. Për derisa unë definitivisht e kam pa, po themi, pëlqimin e njerëzve kompetent ose po themi qeverisë në detyrë që vlerësimi i tyre është që kjo pagë duhet të jetë 500 euro dhe e kam pyet decisivisht nëse gjithçka shkon në rregull, kur mendoni të filloj së implementuari. Sipas deklarimit të ministrit në detyrë është thonë që ne planifikojmë që paga minimale prej 500 euro do të filloj së implementuari në janar, por megjithatë nuk e ka hudhë poshtë edhe propozimin tonë që është thonë që unë do të bisedojmë me aktorët kryesorë dhe që të bisedojmë edhe tek shuma 600 euro, por megjithatë nga gjithë aktorët që ishme, jemi pajtuar që paga minimale të jetë 500 euro dhe të filloj së implementuari nga muaji janar. E në anën tjetër, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë me anë të një komunikate ka bërë një sqarim lidhur me takimin e thirrur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Ajo njofton se në këtë takim nuk është marrë asnjë vendim rreth nivelit të pagës minimale. Sipas tyre, takimi ka qenë konsultues dhe palët pjesëmarrëse kanë dhënë mendimet e tyre dhe propozimet rreth kësaj çështje. Aktualisht paga minimale në vendin tonë është 350 euro bruto. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani do të pres nesër në takim me fillim nga ora 12 krerët e partive politike parlamentare. Lajmin e ka konfirmuar këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina. Takimi mbahet pas dështimit të formimit të qeverisë propozuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe pritet të fokusohet në hapa të ardhshëm institucional.
Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Gjakovës Ardiangola i është drejtuar me një letër publike kandidati të Lidhjes Demokratike të Kosovës Shefqet Shehu, ku i propozon bashkëpunim për raundin e dytë të zgjedhjeve që do të mbahen më 9 nëntor. Pak ditë para fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e raundit të dytë që do të mbahen më 9 nëntor në Gjakov, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Gjakovës Ardiangola i është drejtuar me një letër publike kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Shefqet Shehu, duke i propozuar bashkëpunim për raundin e dytë të zgjedhjeve. Në letrën publike dërguar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Dega në Gjakov, Shefqet Shehu, Ardiangola ka shkruar se ne konsiderojmë se ndryshimi i qeverisjes në Gjakov është imperativ qytetar e politik. Gjakova ka nevojë për rotacion, jo për riciklim, për frymë të re, jo për marrëveshje të vjetra. Ajo ka nevojë të çlirohet nga ngulfatja partijake me struktura të rrënjosura prej vitesh në administrat dhe ekonomi lokale, të cilat e kanë shndruar qeverisjen komunale në një rreth të mbyllur klientelist, duke i lodhur qytetarët dhe duke penguar zhvillimin, thuhet mes tjerash në letër. Tutje, kandidati për kryetar nga lëvizja vetëvendosje Ardiangola ka shkruar ndryshimin mund ta bëjmë duke bashkuar përmes një koalicioni që reflekton interesat jetike të Gjakovës e jo agjendat qendrore të formacioneve tona politike. Ftesa jonë drejtuar juve si dege LDK-s në Gjakov është për një bashkëpunim të sinqertë dhe parimor që buron nga interesi i të gjithë qytetarëve të komunës e jo nga hakmarrjet politike ose ndarjet partijake. Ne nuk kërkojmë marrëveshje për pushtet, por bashkim për drejtësi, barazi dhe zhvillim. Në zgjedhjet e 9 nëntorit në komunën e Gjakovës, gara do të zhvillohet në mes të Ardianxhinit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Ardiangolës nga lëvizja vetëvendosje. Në fshatin Osekpash, banorët po ndihen të shqetësuar për vandalizimin që ju është bërë disa varrezave të fshatit. Disa persona kanë vjedhur disa objekte pranë varrezave, duke dëmtuar edhe varrezat ku prehen familjarët e tyre. Banorët ankohen për këtë situatë, e cila ka ndodhur në prag të 1 nëntorit, ku kujtohen e nderohen të vdekurit. Këta banorë të fshatit Osekpash janë mbledhur në varrezat e fshatit për të parë dëmët që u janë shkaktuar varrezave ku prehen më të dashurit e tyre. Persona deri më tani të panjohur kanë vandalizuar varrezat e këtij fshati e kanë vjedhur objekte që ishin vendosur mbi varre. Njëri nga banorët e fshatit kërkoi ndihmë për kapjen e personave që sipas tij e kanë kryer këtë veprim të tmerrshëm. Ka ndodhur para 3 vite e gjys, kanë vjedhur dosene ma pak vlerë kanë pas, edhe kjo është jo çështë veç vlera, po është diçka shumë e rëndë për ne si familjarë, se në këto ditë më ardhë me dëmtu vorret edhe vjedh. Edhe në ditë se na festojmë edhe çdo kush, çdo një shqiptar, kudo që është, i besimit katolik vjen i viziton vorret, se është dita atyne, edhe 2 ditë do të thotë me datën 1. Është dita e gjithë të vdekurve. Unë kam kërkesën të institucioneve që të mirën me rastin, të zbulohet rasti dhe të marrin dënimin e merituar që ata meritojnë të jenë në burg jo në liri. Ndërsa një tjetër tha se këto veprime në prag të festës së 1 nëntorit ku nderohen familjarët që nuk jetojnë më janë të patolerueshme. Këtu ka ndodhur një gjë shumë mërshme ta quaj ashtu, sepse bashkë momentin kur duhet të bënohen lulet edhe është dita e shenjtë shtunën, këtu kanë ardhur dhe kanë kesë përdor, e kanë humbur moralin, se këtu nuk dihet se kush e ka bën këta, por kjo është një turp që e kanë bën. Banorët e fshatit Osekpash kërkuan nga institucionet gjegjëse që sa më shpejt që është mundur të hedhin dritë mbi këtë rast. Mirëmbajtja e hapësirave të fshatit dhe varrezave është një veprim i shpesh që ndërmirret nga banorët e fshatit Moglic dhe fshatrave përreth. Sot disa prej tyre u bën bashkë për të bërë pastrimin e varrezave për ditën e 1 nëntorit ku kujtohen të vdekurit. Ndjekim kronikën. Në fshatin Moglic dhe zonat përreth, banorët kanë nisur përgatitje të fundit për ditën e të vdekurve, që shënohet me 1 nëntor. Ashtu si çdo vit, ata janë kujdesur për pastrimin e varrezave dhe rregullimin e hapësirave përreth, në shenjë respekti dhe kujtimi për të dashurit e tyre që nuk janë më. Jemi të përgatit për shpirtat të burgatorëve se janë tu në varreza, bja u pastrojmë ka pak venin, edhe e kemi si
ta bjatë këtë punët, çdo sene vim i pastrojmë, i rregullojmë, edhe na e kemi si trendit këtë punë. Në prag të 1 nëntorit, fshati Muglic dhe zonat përreth dëshmojnë edhe një herë për lidhjen e fortë me traditën, kujtesën dhe respektin ndaj atyre që kanë lënë zhurmë në jetën e komunitetit. Organizata Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Qërimtare të Kosovës ka organizuar sot një sesion tematik me temën Kontributi dhe emancipimi i gruas në Kosovë, që nga lufta antifashiste nacional qërimtare. Aty është diskutuar për të arritura të shumta të gruas në Kosovë dhe rrugtimin e saj ndër vite, madje edhe në kohë të vështira historike. Qendra tregtare Center Mall edhe këtë vit në shënim të festës së Halloweenit ka planifikuar të mbajë aktivitete të veçanta për fëmijë të shoqëruar me shumë surpriza. Në këndin e lojrave në Center Mall, fëmijët nesër i presin pafund surpriza për të kaluar disa orë argëtimi së bashku. Si për herë, edhe këtë vit në këndin e lodrave në qendrën tregtare Center Mall do të shënohet festa Halloween me aktivitete të shumta e hapësirë të mbushur me përplot zbukurime me motive të festës së Halloween më 31 tetor, duke filluar nga ora 18. Fëmijët mund të argëtohen me maskota, face paint, muzikë e shumë dhurata. Kujtojmë se në qendrën tregtare Center Mall, këndi i lodrave çdo vit i ka kushtuar rëndësi të veçantë organizimit të gjitha festave për fëmijë, përfshirë edhe festën e Halloween, ku gjithmonë aty gjithë ambienti merr karakterin e festës dhe fëmijët argëtohen pafund me gjithçka që atyre ju nevojitet për ta bërë këtë ditë të paharrueshme për secilin prej tyre. Festa e Halloweenit e njohur si Nata Shtrigave do ta gjejë shumë aktive edhe kineman Hyria Hana. Në shënim të kësaj feste, të 4 filmat e planifikuar të shfaqen në ekranin e kinemas, do të kenë çmimin e biletës vetëm 2 euro, si një mundësi e mirë për filmdashësit. Atmosfera e frikshme Halloweenit do të pushtojë nesër më 31 tetor Kino Hyria Hana, e cila ka përgatitur një program të veçantë me 4 filma horror që do t'i japi një përjetim të vërtetë adrenalinës dhe emocionit të këtij festivali. Dita argëtuese do të nisë në ora 13 me filmin për fëmijë Lilo and Stitch, duke sjellë një film të ëmbël për më të vegjëlit. Në ora 16 vjen premiera shumë pritur e filmit horror Chainsaw Man The Movie Rezark për të gjithë adhuruesit e animive me ndjesi të forta. Më pas në ora 18 rikthehet në ekran filmi i tronditës Black Phone 2, ndërsa nata do të mbyllet fuqishëm në ora 20 me thrillerin klasik The Conjuring, një ndër filmat më të dashur nga publiku i horrorit. Përveç filmave, kinemaja ka përgatitur edhe një scary menu të veçantë për vizitorët, duke e bërë përvojën edhe më të plotë dhe festive. Çmimi i hyrjes për çdo film është vetëm 2 euro. Kino Hyria Hana fton të gjithë filmdashësit që nesër që ta përjetojnë atmosferën magjike dhe të frikshme të Halloweenit. Artistja nga Gjakova, Argenita Fetahu, ka shënuar një tjetër sukses në fushën e artit. Ajo është përzgjedhur si ambasadore e artit në Indi, në kuadër të konkursit ndërkombëtar të artit dhe ekspozitës online Fiesta Art 2026. Në një intervistë virtuale nga Zvicra, Argenita ka folur për konkursin dhe dëshirën e saj për të promovuar punën krijuese në skenën ndërkombëtare. Artistja gjakovare Argenita Fetahu Zukaj është përzgjedhur si ambasadore e artit në Indi në kuadër të konkursit dhe ekspozitës ndërkombëtare të artit Fiesta Art 2026. Në një intervistë virtuale për mediumin ton, Fetahu Zukaj tha se kjo është një arritje veçantë dhe një përgjegjësi e madhe për të përfaqësuar vendin ton në një skenë kaq të gjerë ndërkombëtare. Normalisht që është një nder dhe një privilegj shumë i madh për mua që të jem një urlise që t'i bashkoj vlerat e tona kulturore me atëherë siç dihet edhe me Indin tani. Atëherë normal që është kënaqësi shumë e madhe që t'i mbështes artistet të ri që të jem pjesëmarrëse në këtë konkurs. Duke folur për përfshirjen e artistëve të rinj, ajo nënvizoi rëndësinë e përfaqësimit sa më të denjë të Kosovës dhe Shqipërisë në këtë platformë ndërkombëtare. Normalisht që të jenë sa mas shumë pjesëmarrës nga Kosova, sepse tani ka pasur pjesëmarrë edhe nga vende të ndryshme të cilët më kanë kontaktuar, po do doja që shqiptarët nga Kosova apo Shqipëria të jenë pjesëmarrës sa më shumë dhe të përfaqësojmë vendin tonë sa më denjësisht. Piktoria nga Gjakova gjithashtu pati edhe një mesazh motivues për të rinjtë që zgjedhin të pikturojnë.
Mund të them se duhet të mos ndalen të punojmë vazhdimisht, sepse pavarësisht faktit se arti tani nuk vlerësohet, mendoj se arti ka filluar të zgjerohet shumë më shumë edhe në treva të ndryshme ndërkombëtare, edhe që të vazhdojnë të punojnë sa më shumë edhe të jenë pjesëmarrës, sepse mendoj se doja dalin edhe të ngriten aty ku edhe unë jam ngritur dhe po vazhdoj të ngritem. Rrugtimi i saj artistik nga Gjakova në Zvicër e deri drejt Indis është dëshmi e përkushtimit dhe pasionit për artin, duke e bërë atë një zot të rëndësishëm të kulturës sonë në arenën ndërkombëtare. Atleti Tiran Mamusha dhe njëherë ka dëshmuar punën dhe profesionalizmin e tij në disiplinën e atletikës. Në Zvicër, Tirani i doli të jetë fitues në vendin e parë në kategorinë M30 dhe të tetin në renditjen e përgjithshme në Swiss City Marathon Lucerne 2025. Tiran Mamusha ka arritur një performancë të shkëlqyer në maratonën e Lucernit, duke përfunduar i teti në renditjen e përgjithshme dhe i pari në kategorinë e moshës mbi 30. Pas garës, Mamusha u shpreh i kënaqur me performancën e tij, duke shtuar se ndihet i nderuar për përfaqësimin e Kosovës. Për mua ka qenë më shumë se fitore, më thonë gara në maratonën e Lucernit. Kam arrit në dalitete në kategorinë e përgjithshme, edhe i parë në kategorinë age, kategori më 30 vjeçar. Edhe jam shumë i kënaqur me rezultatin, me performancën, me pritin që më ka bu prej Mërgates, prej Konsollates, së Kosovës së Re. Ka pas shqiptar tjerë, ndër ta ka qenë një shok i jemi që kena qenë në shkollë të mesme bashkë. Edhe ku kam qëndru të ajë Exxon Gjaravina, ku për të parë e ka arrit me vrapu një gjysmë maraton, edhe me pak shumë përgatitje. Ndër tjera ka qenë edhe Sami Morina, është triatlet, që është Ironman e ka përfundu, edhe Borim Krasniqi, edhe ai është një vrapus në Kosovë që jeton në Zvicër. Domethënë për mua ka qenë, më thonë, ndër performancat më të mira të jetash në karrierë, domethënë vazhdimisht, domethënë garë pas gare më ka shkruar të bëj progres në punën time dhe mundi dhe sakrifica jeme, domethënë në fund përshpërblehet me shumë suksese. Mamusha shtoi që të rinjët asnjëherë të mos ndalojnë së ëndruari, pasi me punë për kushtim arrihen të gjitha. Një pjesë që më motivu tjerë që asnjëherë mos më ndal për ëndrës vet, pa më parasysh sa vështirë ose sa e ndërlikuar mund të më kohen, po mos më vazhdu se edhe prej Kosovës e dim se nuk i kena mundësi që i kanë për shembull një atlet i jashtë Kosovës, kushtet, infrastrukturën e këto sene tjera, po adim se mu mi arrit, mu po shumë atë mjë dhe se ata. Në këtë atmosferë, flamuri i Kosovës u valvit me krenari fal performancës së Mamushës, i cili përfaqësoi vendin me dinjitet dhe përkushtim. Kjo garë mblodhi mbi 13.000 pjesëmarrës nga vende të ndryshme dhe mijë spektatorë përgjatë rrugëve të Lucernit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperaturat që kanë lëvizur nga 6 deri në 20 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do të lëvizë nga 6 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Ndërsa për ditën e shtunë, temperatura do të varion nga 6 deri në 20 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbizotrojë mot me diell, me temperatura që do të lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius. 9 deri në 20 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së hënës, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet edhe gjatë së martës, shoqëruar me temperatura 5 deri në 15 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet mot me diell, me temperaturat që do të variojnë nga 5 deri në 16 gradë Celsius. Para se të ndami, të ndjekim edhe një artitut kryesor të këtij edicioni. Mbahet takimi mes ministrit Murati dhe sindikatës së sektorit privat, kërkohet rritje minimale e pagës. Vandalizohen disa varresa në fshatin Osekpash.
Center Mall me plot aktivitete për shënimin e festës së Halloweenit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.